Historia më emocionuese e të gjitha kohërave, treguar si gojdhën. Gjysma e shekullit të 18 ishte koha kur turqit kishin ngritur të tjera betejë luftarake ndërsa në Shqipëri nisën të shkëputen disa feudal për të krijuar pashallëqet e tyre. Si vendi i gjendur mes pabarazisë si shtete fqinje, Shqipëria ka qenë gjithmonë nën lakmin edhe të fqinjve si serbët e ardhur nga Nishi, në Kalan e Dodës, të cilët pretendonin të shtinin në dorë Dibrën me Lumën. Kjo fuqi serbe e përqendruar në Kalan e Dodës, para se të ndërmerrte sulmin për t'i prekur shqiptarët në nderin e familjes, u dërgon fjalë kryerëve të Dibrës së poshtme, Kalisit dhe katundeve rreth malit të Korabit që t'u dorëzonin atyre 300 vajza të reja për oficerët serb. Por ky do të ishte vetëm fillimi. Kryerët u mblodhën në kuvend dhe vendosën t'i përgjigjeshin kësaj kërkese. Në këtë kuvend morën pjesë edhe përfaqësues nga Lura me në krye Nikol Doçin. Ditën e caktuar që duhej t'u çonin 300 vajza, u caktuan 300 djem të zgjedhur e trima, të veshur si nuse, hipo në kuaj, nën duvakun e nusërisë. Ata mbanin armë dhe ishin të shoqëruar nga 1000 vet, që aso kohë konsideroheshin si përcjellësit e nuses. Kur oficerët serb u vunë në radhë për të pritur nuset, së bashku me ushtarët qëndronin prapa edhe krushqit me nuset që hynin në korridor mes tyre, pritej të krisnin pushkët, sapo krisi pushka malsorët ja dhanë me batare dhe një pjesë e mirë e serbëve mbetën të vrarë. Kjo histori qarkullon në Oda Dibrani në formën e një legjende, por nuk mund të quhet legjend pasi populli i Dibrës e ka transmetuar historinë me këngë dhe me meselete treguara nëpër konak. Gojdhënat janë faktet e padokumentuara të historisë, por vërtetësia e tyre është përcjellë mes dashurisë dhe dhimbjes së të parëve si dëshmitar e të gjallë të ngjarjeve të mëdha dhe të bujshme të historisë së popullit shqiptar, krahinave që rritën trima dhe trimave që dhanë jetën për vendlindjen,